Zëvendës kryeministri Albana Koçiu zhvilloi sot një vizitë në qendrën e mirëpritjes në Sarandë, një hapësirë moderne e cila do të hapet së shpejti dhe synon të bëhet pika e parë e kontaktit për vizitorët dhe turistët që hyjnë në qytet. E shoqëruar nga kryetari i Bashkisë Sarandë, Oltion Çaçi, Koçiu inspektoi nga afër godinën e re, e cila bashkon standardet europiane me traditën e mikpritjes shqiptare. Në këtë qendër janë krijuar 100 vende parkimi publik të dedikuara si për autobusët ashtu edhe për automjetet private, duke sjell një zgjidhje të rëndësishme për menaxhimin e fluksit të vizitorëve gjatë sezonit turistik. Duhet të thënë fakt që është trajtuar jo vetëm si një vend parkimi, po ndërkohë ofron edhe bar, restorant, ofron poste akomodimi për të kaluar kohën deri në momentin që vjen orari i linjës autobusit. Pra një qendër multifunksionale e cila garanton nga njëra anë që të kemi një shërbim korrekt për vizitorët edhe turistët, duke i ofruar mundësinë e një parkimi të sigurt që për hir të vërtetës ka qenë problematik në qytetin e Sarandës, tani tërësisht një parkim publik që do të menaxhohet nga Bashkia e Sarandës dhe që jep mundësinë nga ana tjetër të kemi patjetër edhe një shpërndarje të fluksit të turistëve që vinë dhe vizitojnë Sarandën për të mos u përqendruar vetëm në një zonë, po për të krijuar pak shpërndarje në gjithë qytetin. Kjo është shumë e rëndësishme sepse ne heqim fluksin e rënduar që bëjnë autobusët duke shkuar në qendër të qytetit, sepse vetëm 50 metra më poshtë është rruga që të çon në Ksamil. Që do thotë edhe fluksi nuk e çojnë më në qytet brenda, por shpërndahet një destination për Ksamilin dhe një destination për Sarandën. Pra edhe pika ku është vendosur si qendër mirëpritje është një lokacion shumë i mirë sepse të krijon mundësinë që dhe kushdo që do të vazhdojë të vizitojë Ksamilin, të ndalojë këtu dhe më pastaj të mund të kalojë. Jo vetëm kjo, po këtu fillon dhe rruga 6, që është investimi i ri që sapo le të themi do filloj, shpresojmë të filloj mbas sezonit turistik, dhe kjo pika këtu i lidh të treja. Fare mirë. Pra është tamam një lokacion strategjik me qëllim që të bëjë dhe shpërndarjen e flukseve të turistëve dhe vizitorëve në për destinacionet e ndryshme që ofron pastaj gjithë zona e Sarandës. Në fakt është nga investimet më të bukura që është bërë në jo vetëm në Sarandë, por në Shqipëri, nga stacionet e autobusit më moderne, le ta quajmë kështu. 8000 metër katror godinë, e cila është ndërtuar në një nivel 3 kate, një kat nën tokë me parkim dhe 2 kate mbi tokë. Poste karikimi makina elektrike, poste karikimi pra me gjithë infrastrukturën e nevojshme për t'i ofruar të gjithë atyre që udhtojnë me mjetet e transportit, jo vetëm komoditetet e nevojshme, po ndërkohë pastaj edhe gjithë infrastrukturën facilituese sa i përket bareve, restoranteve. Kjo është pjesa facilitueseve. Këtu është parashikuar një bar, një restorant, një market edhe një pikë infopoint turistik. Kjo si qendër i krijon të gjitha kushtet për të gjithë turistët që duan të vizitojnë destinacionin e Sarandës, ndërkohë që presin autobusin si për të ardhur dhe për të ikur, kanë mundësi të shijojnë, po dhe pamjen e detit edhe pamjen e detit që e kemi që nuk mungon. Sa bukur është edhe pamja prej këtij. Projekti është fantastik. Është modern, do duhet ta themi. Është realizuar në kohë rekord. Dhe është një nga në fakt nën projektet e projektit të madh që ka të bëjë me infrastrukturën dhe urbanizimin e turizmit në qytetin e Sarandës. Ne japim mundësinë që të krijojmë atë që duhet për turizmin e qëndrueshëm, investimet e qëndrueshme. Me funksionalizimin e qendrës së mirëpritjes, Saranda do të ketë një parkim publik që menaxhohet nga Bashkia, duke mundësuar shpërndarjen e qëndrueshme të fluksit të turistëve dhe lehtësimin e lëvizjes në qytet gjatë muajve të verës.